7 prill të vitit 1939, përpara se sa të niste lufta e dytë botërore, shqiptarët nisën rezistencë. Në 4 portet kryesore të Shqipërisë, ku forcat italiane shumëta në një prej ushtrimeve që kishte ASP e bota, kushtuan Shqipërinë. Këtu në Sarandë, qytetarët e Sarandës, banorët e fshatrave të rreth, u organizuan së bashku me ato pjesë të ushtrisë shqiptare që kishin mbetur për të luftuar për çlirimin e Adheut. Vitro Dimërtika është dëshmori i parë, i cili u vrak këtu në rrugën që mban emrin e tij, një djalë i ri nga Ivica, që bashkë me bashkëpatriotët e tij dolën dhe ndërprend forcat ushtarake italiane për një ditë të tërë që të zbrisnin në tokën e shqiptarëve. Sot 87 vite më parë, më 7 prill 1939, nisi mësymja e pushtimit të Shqipërisë nga Italia. 6 ditë më vonë, më 12 prill 1939, vendi ishte nën pushtimin italian, si rezultati politikës imperialiste të diktatorit italian Benito Mussolini.